Zotë kryetar, faleminderit për ekspozen. Parën do them që raporti që dëgjuam ishte një raport formal, një raport I cili realisht nuk përmbante dhe nuk ngritte problemet që janë dhe ato që duhen zgjidhur për që një nxitës në fushën e integrimit, në sektorin e integrimit evropian të Shqipërisë. Prandaj, unë do ta nis që në fillim duke thënë se në këtë mënyrë siç e kemi nisur, integrimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian rrezikohet seriozisht. Europa është padyshim aspirata jonë e madhe. Është ëndra jonë e madhe. Është qëllimi jonë I madh. Unë do thoja që pa cilën rrezikohet ekzistenca e kombit shqiptar. Qartësisht. E them të gjë dhe me përgjegjësi plot. Se ne jemi pjesë e Europës, jemi europian, jemi pjesë e familjes europiane dhe duhet të jemi në mënyrë absolute pjesë integrale e kësaj familje. Por gjërat në një shumicë rastesh në tërësinë e tyre po shkojnë sprati. Unë sot nuk dua të përqendrohem shumë në politikat e përgjithshme që kanë folur gjithmonë, siç janë politikat rajonale, siç janë elementet që kanë përshkatrojnë integrimin evropian, siç është Ballkani I hapur, ishte një proces krejt në kundërshtim me procesin e Berlinit, siç është letra apo mirë themi artikulli Rama-Vučić, I cili është një thik mbas shpine për integrimin evropian të Shqipërisë, I cili është megjithmonë një këmban alarmi sepse tregon që ne jemi shumë larg realizimit standardeve, se kërkon një integrim evropian bazuar me dy element, mbi tregun e përbashkët dhe me lëvizjen e lirë, që nuk është Europa. Europa është bashkimi I vlerave, bashkimi I standardeve, bashkimi I lirive. Kjo është Europa. Europa është bashkuar padyshim ngrehina më madhështore që ka bërë njerëzimi në historinë e tij, duke krijuar një bashkësi të tillë të madhe pa luftë. Për paqe, për vlerat. Po jo thjesht për tregtinë ama. Jo thjesht për tregtinë siç duhet, siç do kryeministri ta vendosi në atë artikull me të përbashkët Vučićin, I cili tregon pikërisht krizën e integrimit evropian, të paku në mendjen e kryeministrit dhe në filozofinë e këtij regjimi. Sepse regjimet kanë frikë nga bashkësitë demokratike të lira. Regjimet ndjejnë afinitetin e tyre diku në lindje. Me regjimet lindore, që atje mund të mbjetojnë. Në një bashkësi demokratike nuk mbjetojnë dot. Megjithatë unë sot do të flas një çik për një element më të koncentruar, por që për mua është shumë të rëndësishme në fushën e integrimit evropian. Janë thelbësor, janë politika sociale. Dy janë elementet të tillë të ngushtë në një nuancë teknik, por që ne po shihim keq mos më keq, janë politikë, është shëndetësia dhe ambienti. Në të dy pikat ne jemi vërtet në një gjendje katastrofale. Dhe pa një perspektivë për të dalë nga kjo situatë, përkundrazi, për të keqësuar kjo situatë, gjë e cila bën të papajtueshëm integrimin tonë evropian. Se Bashkia Evropiane është vendi dhe I mirëqenies, I mbrojtjes së qytetarëve, I politikave sociale, I mbrojtjes mjedisit. Ky është Bashkimi Evropian. Gjëra për cilat realisht në këtë raport nuk u fol fare. Nuk u fol fare dhe as u përmendën. U përmend ndoshta një fjalë si titull dhe kaq. Po janë thelbi. Pa cilat nuk ka integrim Bashkimi Evropian. Ne jemi një vend I cili është shumë larg politikave dhe gjendjes së sistemit shëndetësor shqiptar në sistemi evropian. Shqipëria ka një buxhet për shëndetësinë 2.9% të prodhimit bruto. Kur minimalisht ne do ta kishim për fuqinë tonë ekonomike sipas OBSH-s, jo sipas Bashkimit Evropian, 4.5%. Kur Bashkimi Evropian e ka financimin buxhetor dhe sigurativ për shëndetësinë mesatarisht 8.5%. 8.5%. Ne kemi sigurim, ne kemi financimin buxhetor dhe sigurativ 2.9%. Jemi shumë larg. Bashkimi Evropian ka një mesatare per capita 3.533 euro per capita në vit. Financim për sistemin për
për sistemin shënësisë. Ne kemi 150 euro për vit. Për kapitas. Jemi shumë larg. Sepse te ne askush nuk çan kokën për shëndetin e qytetarëve, për politika sociale e tij. Dhe aq më ketë diçka tjetër. Te ne financimi për sistemin shënësor, shpenzimet, për sistemin shënësor janë rreth 300 euro për vit për kapitas, pra do me thënë që mbi rreth 50% financohet nga xhepi i qytetarëve. Dhe 50% sigurohen nga bashkësia buxhet sigurime. Kurse në Bashkimin Evropian cifra e financuar nga xhepi shkon rreth 15%. Mund të arrijë sa vende edhe 20%. Duke pas një raport midis financimit nga buxheti dhe nga sigurimet me atë qytetar 4-1. Ne kemi më pak se 1-1. Pra jemi në një mënyrë dizastër. Dhe kjo nuk përmendet raportit tuaj fare. Dhe unë ju them se ky është një nga elementet e rëndësishëm më tej në procesin e integrimit të Shqipërisë. Ne kemi 1 mjek për 1.000 banor. Bashkimi Evropian me zdane 4.5 për 1 banor. Te ne shkelen të drejta themelore të qytetarit. Të drejta sociale, ato që thash për më sipër, por edhe të drejtat jetike të tij. Sepse dhe urgjenca jetësore, urgjenca ekstreme, jeta vdekje, nuk përballohen nga sistemi publik, por çohen te privati, qytetari paguan 30.000 euro në kesh në dorë për një trombektomi cerebrale, që është jeta apo vdekje për 3-4 orë. Dhe sistemi shënësor publik nuk i bën ballë. Dhe ju nuk flisim për të. Pra jemi në një diskordancë të llatarshme sociale me Bashkimin Evropian në fushën e politikave shënësore. Do të themi diçka tjetër. Të marrë medikamentet. Është shumë e rëndësishme. Ka një agjenci europiane, EMA, që certifikon të gjitha medikamentet që qarkullojnë në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian nuk mund të qarkullojë medikament nëse nuk është certifikuar nga EMA. Neve, shumicën dërmuese të medikamenteve e kemi fake drugs, apo me origjinë jo sigurt, të pa certifikuar nga EMA, që vijnë nga burimet pa certifikuar, as nga EMA, as nga Food and Drug Administration. Si do bëhet? Dhe ne kishim të gjë deri 2013 të kodifikuar të gjë, sepse ligji deri 2013 ishte shumë i qartë. Asnjë medikament nuk mund të futet në Shqipëri nëse nuk ishte certifikuar nga EMA apo nga Food and Drug. Një, e dyta, duhet SPAK-u të ishte regjistruar në 2 vende të Bashkimit Evropian, dhe e treta duhet SPAK-u për 2 vjet të qarkullonte në 2 vende të Bashkimit Evropian. Voqen të bariera për hapur korrupsionit. Dhe Shqipëria është mbushur sot me medikamente krejtësisht pasigurta.